Në qytetin e fëmijëve u zhvillua një sfilat unike me veshje popullore e organizuar nga klasa e Art Craft. Në kuadër të aktiviteteve festive të nëntorit, nxënësit prezantuan kostume tradicionale nga treva të ndryshme të vendit, duke sjellë në skenë ngjyrat, detajet dhe simbolikën e trashëgimisë shqiptare. Qendra kulturore e fëmijëve në këtë sfilatë me rastin e 28 dhe 29 nëntorit do sjellin sfilatë duke u veshur me grimca nga gjithë folklori shqiptar. Të gjitha vajzat e djemtë që marrin pjesë janë të veshur të gjitha me këto grimca për të shpalosur edhe një herë vlerat e Shqipërisë dhe kombëtare që kemi. Unë kam veshur sot një kostum popullor të Shqipërisë dhe si Marigoja dhe kam qëndisur këtë flamurin. Jam shumë i gëzuar në kjo festë, është shumë e bukur. Kam veshur kostumin popullor të IFA Boletinit, veshje nga zona e Veriut dhe jam shumë e gëzuar që marr pjesë në këtë aktivitet kaq të bukur. Unë kam veshur kostumin e Ismaj Qenalit. Eventi ishte pjesë e një programi artistik të përgatitur posaçërisht për festat e nëntorit, ku fëmijët jo vetëm parakaluan me veshjet e punuara me dorë, por shpalosën dhe elementë të kulturës sonë përmes punimeve artizanale. Aktivitetet të tilla synojnë të lidhin fëmijët me traditat dhe vlerat kombëtare, duke i bërë ata pjesë aktive të ruajtjes së kulturës shqiptare. Nëndor.